Postim timin e kam dhënë në një deklarat që ai nuk e ka pas për atë islamin. Po veç kur jemi të deklaratat i këbollë që në spajtuna me ty, ke thonë që Edi Rama e ka vendin burg të Hashim Thaçi. Unë besoj në pafajësinë e Hashim Thaçit. Ju a besoni? Shiko, unë aty kam bo një gabim aty për aty, kërkoj falje prej të gjithve, mirë po nuk kërkoj falje për atymve që mi kanë shkurtu pjesët e mija, sepse unë e kom thënë... Dhe më ta kanë zërë për kontekstin. Ma kanë zërë. Unë e kom thënë nuk ja dëshiroj askujve burgun, qofte edhe armikut tim, plus vllau tem Hashim Thaçi, të cilit ja kom dhënë votën gjithmonë. Mirë, po ato e kanë hekat pjesën pozitive, por prapë thëmë që Edi Rama e ka vendin burg, jo të Hashim Thaçi, e Hashim Thaçi e ka vendin Kosovë, e të kthehet sa ma shpejt. Më se edhe Edi në shtave që në mëzu tash ta hekin në ngratas. E po tash populli vendos. Nuk është i keq as Edi Rama. Për mu është... Tash Shqipëria po na hem bëj. Letë hinë për mu flasin argumentet e popullit, fjala e popullit. Për mu... Edi ka merita, nëse Shqipëria e mbëj. Me qenë, po për mu duhet njerit mja vlerësu të mirat, çka i ka bo, si Hashim Thaçit, si Albinit, si kryeministit Edi Rama, si të gjithë kanë mirat. Se Albini përmend shpesh Madje zoti thot, ndonjëherë edhe këta që janë udhëheqës, jam mbulojt metat e këqija. E vërtet. Përse Albini në dati ma shumë? Edhe nëse ka bo diçka që nuk besoj, Hashim Thaçi, ka mënyra që na shqiptar, tradita jonë, kanuni jonë, e ka një fisnikëri, një bujari, që ka mënyra që me nxerr Hashim Thaçin dhe krerët e UÇK-s edhe me i pru në Kosovën tonë. Se ata kanë dhënë shumë për vendin tonë. Pikë pyetjes i këbollja. Unë e di që e mbrojnë edhe mbështet Albin Kurtin, të kom pa unë. Po e mbroj edhe unë i kom thonë që për mu Albin Kurti ka disa karakteristika të Imam Aliut, po nuk i përngjan Imam Aliut. Fizikisht, po karakteristika. Fizikisht, as me bindje, unë nuk dia beson Zot Albin Kurti. As që më intereson, sepse neve nasi besimtar, na nuk kemi të mundësi, nuk kemi të drejt me paragjyku, por nasi besimtar, na mundemi me jetu me një shtet, i cili është ka drejtësi edhe nëse janë pabesimtar krerët e tyre. Edhe me qenë pabesimtar, Albini apo nesër mas nesër shkoj dikun në Gjermani edhe du me jetu me një shtet që cili është i krishter, por nëse ka drejtësi, na si muslimon, na ma mirë aty jetojmë se sa me shku në Siri, me një ose në Iran, ose në Arabi, me një kryetari cili falë 5 vakte namaz, mirë po, nuk ka drejtësi të populli vetë. Prandaj unë e admiroj Albin Kurtin, derisa unë nuk jam apolitik, nuk janë edhe mrenda në politik, në vetëvendosje nuk jam, veç kam qenë... E po qka prit, se du më dërprit. Qka nëse Albin Kurti për shembull ty e tash për presidente, sikur që e ka shpoll, dhe më thonë ka dosht me bon presidente zonjën Ferit Dervishiti, një zonë derume, qka për shembull nëse thujnë që i këbolle më bo, kandidatë për president, a kështë pranu? Po unë jam bi politikën, unë kam qef kështu, edhe Po Hashimit, për shembull vetëvendosja thot, na e kena kandidatën tënë, thënë i jo, bon. nuk e kisha pranu. Pse? Nuk e kisha pranu sepse ka përgjithësi. Absolutisht. Unë thash jam bi politikën, sepse duhet me ditë me rajt. Duhet me ditë me manipulu. Ne nazdim. Unë jam qasi tip, se ndoshta ka njerëzi që ki deputete. Jo, shikot, ki deputete me shami e majnë vetë si për kukull, që është 4-5 mandate i ka fitu, njerë ka qenë me partinë e drejtësis, kur gjosë unë banën me partinë e drejtësis, as mësim besimin, as shamin në për shkolla, tash ka dalë me vetë vendosjen që 8 mandate, Pse për përmen Shamini me? Mandate i ka marë, edhe është deputete, mërë po një deklarat
se kom dëgju, edhe mundi mja thanë emrin, Labinote Mortezi. Një deklarat për 20 vjetë nuk e ka dhënë, edhe tjera, ama unë me Shami, nëse hynë në parlament, unë së mundi me përvigër njështë. Se që me Shami, pa Shami, se ju para gjikojnë juve, se ti fletë shumë për mbulesat edhe për shtu për grotë. Deshta me thënë këtu që duhet me qenë politik, prandaj unë jam bipolitikën, edhe ja japë, na i udhëzim, na i këshill, na i inspirim, edhe këti që pati i bre emrin, kjo që është me ashim thaqin, Bedri Omza. Jo kjo tjetëri, në hakë që janë. A Kadri Veseli? Kadri Veseli, kër e ka bo një projekt për gra, që shumë më ka rritë zemra për gratë, një projekt te për madhështor, para 6-7 vite, që shumë një koment të bukur ja kam shkrujt, dola në top fan, edhe murën afer 600 lajka i kanë dhënë vetëm qatë komentin tim. Do me thanë, unë nuk jam asa politik, sepse me qena politik, është si kurse me pas